do bëj një monolog të shkurtër për emrat. Ky është një monologjet më të shkurtër që kam bërë, sepse unë nuk dua t'ju detyroj që ju t'i vini emra fëmijëve tuaj si që dua unë. Mund t'i vini çfarë emri të doni. Ndaç emra qensh, ndaç emra macesh, ndaç emra të huaj, ndaç bëni bashkime gërmash, bashkime metalesh, si t'ua ket ënda. Por unë mendoj se nëse doni diçka të bukur, mund të shikoni pak të shqiptarët e Dardanisë. Unë mendoj se ata kanë një ndjesi më poetike për bërjen e emrave, një ndjesi madhetare. Por po të doni, dhe nëse keni historian, mund t'i pyesni, mund të gërmoni thellë në historinë e fshatrave, qytezave, kështjellave tona, dhe do gjeni që ka emra të lavdishëm, do gjeni histori të lavdishme. Dhe këto emra të lavdishëm janë emra që mbajnë peshë, dhe pesha jon është pesha më e madhe, pesha më e rëndë, pesha më e bukur. Tek e fundit fare, po të doni, mund të ndryshoni dhe emrat e lokaleve, jeni që jeni. Ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj natën e mirë dhe shihemi javës tjetër.